محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه وصفيه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Falëndrimet, lavdrimet, nënshtrimet dhe adhurimet tona I takojnë vetëm Allahu Gjalla Shanuhu. Atë e falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë falje nga Allahu Gjalla Shanuhu për veprat dhe veset tona tiga. Atë që Allahu Gjalla Shanuhu udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush që ta humbë kjo rrugë. Ndërsa ai I cili me vetë dëshirë zgjedh humbjen, nuk ka kush që ta udhëzoj përveç Allahut, për të cilin dëshmojmë dhe deklarojmë se është një dhe I vetëm, I pashoq. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhammedi a.s. është rob dhe I dërguar I Tij. Paqja, bekimet dhe begatit e Allahu Gjalla Shanuhu qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, jemi duke I kalu ditët më të mira të jetës. Jemi duke I kalu ato ditë për të cilat I dashuri ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sikur njerëzit t'ua dinin vlerën Ramazanin, kishin me kërku që gjithë viti me qenë Ramazan. Për shkak të vlerës së madhe që ka ky muaj I bekuar. Jemi duke I kalu këto ditë me shpresën e madhe të I madhi Zot se agjërimin ton, namazin ton dhe veprat tona tjera të mira të cilat I bëjmë këtë muaj, Allahu I madhreshëm do të na I pranoj. Ramazani është një muaj ku robi synon me fisnikru shpirtin e tij. Është një muaj në të cilën besimtari mbushet me energji, mbushet edhe me shtim të besimit të tij. Është një muaj jo vetëm I agjërimit, jo vetëm I faljes, jo vetëm I leximit të Kur'anit, jo vetëm I mëshirës të madhe të Allahu Gjalla Shanuhu që zbret mbi robët e Tij, mbi besimtarët e Tij. Por mbi gjitha, ky është muaj I cili neve duhet na edukoj, duhet na fisnikroj, duhet na lartësoj shpirtin ton dhe të na afroj tek Allahu Gjalla Shanuhu. Dhe atë devotshmërinë për të cilin Allahu I madhreshëm na ka obliguar me të që të agjërojmë në këtë muaj, duhet që të synojmë dhe të arrijmë deri në përsosmëri. Jo vetëm themi alhamdulillah kryva ngjinimin sot, u krye edhe një ditë, shkoj edhe një javë, shkon 10 ditë, shkon 2 javë, jo. Besimtari duhet që çdo ditë cilën e kalon, edhe cila I kalon edhe I largohet prej tij, duhet mërzitet për të. Pse? Ndoshta nuk ka mujt me shtu veprat mira sa duhet të. Prandaj besimtari duhet të shfrytëzoj çdo moment të këtij muaji të bekuar të Ramazanit në mënyrë që të afrohemi tek Allahu Gjalla Shanuhu, në mënyrë që të jemi ata të cilët do të lartësohemi tek Allahu Gjalla Shanuhu për sjelljen tonë me Ramazanin tonë. Ky muaj I madhëshëm I Ramazanit, pra nuk është vetëm muaj me nejt unt edhe eqt. Nuk është muaj që njeriu duhet me nga vetëm me përgatit iftare të mira, edhe kur vjen iftare syfyri me hongër mirë më ngop. Por ky muaj është me eduku shpirtin tonë. Ky muaj është mu afru me njëri tjetrin. Ky muaj është që kur ta përfundojmë me dalë më të mirë se sa që kemi hyrë te. Prandaj për punëve të mira, përveç agjërimit, përveç namazit, përveç veprave tjera të mira, dhikër e tjera të cilat I veprojmë këtë muaj, besimtari duhet I kushtoj vëmendje të madhe
raporteve të tij me njerëzit të cilët e rrethojnë. E prej njerëzve të cilët më shumë ti kemi hak, edhe që raportet tona me ta duhet të jenë prioritet, janë raportet tona me familjet tona. Raportet tona dhe lidhjet tona farefisnore. Apo e di më vllazën, se jeta e kësaj bote materiale na ka angazhu tepër. Jemi dhënë dhe jemi preokupu me jetën materiale jashtë Ramazanit, sa që nga njëherë po harrojmë se duhet me shku me vizitu njëri tjetrin. Po harrojmë ndoshta nga njëherë që edhe me familjarë tonë, me fëmijët e me bashkëshortet, e me prende, me vllazën e me motra, me nejt një kohë pak më gjatë. Prandaj ky Ramazan duhet na shërbej që këto raporte t'i forcojmë. Këto raporte t'i lidhim dhe t'i bëjmë më të forta. Allah i madhreshëm i ka kushtuar rëndësi të madhe lidhjes farefisnore, raporteve familjare. Prandaj, prej atyre që më tepër mi u kemi hak, e që me ta duhet t'i ripërtrime dhe t'i forcojmë lidhjet tona, janë prindrit tonë. Allah i madhreshëm, me njëherë pas adhurimit në Allahun e madhreshëm, në ka urdhnu që me prindrit tonë, me usil mirë. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Allahu ka dhënë urdhën të prem, që të mos adhurohet askush përveç Allahut, e me prind të silleni mirë. Prandaj ata të cilët Allahu i ka begatu që t'i kenë prind gjallë, mos kurseni veten e juaj, që çdo ditë edhe çdo natë, edhe nëse jeni ndonë me shtëpia për prindët juaj, shkoni dhe t'i vizitoni prindët e juaj. Le të jenë prioritet i çdo lidhje në këtë dynjë pas Allahut prindët e juaj. Pastaj lidhjet tona me familjen tonë, me bashkëshortët, me fëmijët. E kemi cekë edhe një xhumë tjetër. Ky Ramazan duhet na bëj neve shembull më të mirë në familjen tonë. E pejgamberi alayhis salam, duke aludu në atë se besimtari si duhet jetë me familjen e tij, ka thënë, më i miri prej jush është ai i cili është më i miri me familjen e tij. Prandaj, keni kujdes raportin e juaj me familjet e juaj. Mos u bëni burra, edhe 5 minuta, 10 minuta para iftarit, me ngre zonin ndaj bashkëshorteve, ndaj fëmijëve, pse s'është përgatit mirë iftari, ose s'ka arrit me bë diçka të mirë, ose në syfyr. Po tregohemi besimtar sinqert ndaj Allahu xhallashanuhu, duke u munduar që mëshirën të cilën po e lypim prej Allahut, ne ta tregojmë ndaj familjeve tona. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke na aludu për rëndësinë e familjes, edhe lidhjes farefisnore dhe familjare, edhe prioriteti që duhet me i dhënë familjes, kur është pyet se cila është sadakaja më e mirë, ato që jep një udhëtari, një nevojtari, një të varfnit, apo ato që jep familjes tone, ka thonë sadakaja më e mirë është ai që jep familjes tone. Pse familjen tone ke obligim? Kurse ndihma tjera që da ti bën ndaj të tjerëve, ato janë punë vullnetare. Prandaj të ndërruar vëllezër, të mundohemi që këtë Ramazan të dojmë kohë më shumë për familjet tona. Të mundohemi që ta vizitojmë njëri tjetrin më shumë në familje. Dhe me këtë të tregojmë se ky Ramazan, edhe ky Islam neve na mëson se lidhjet farefisnore janë të rëndësishme në ruajtjen e një shoqërie të shëndosh, sepse shoqëria shëndosh fillon me familjen. Prandaj këtë lidhje ta ruajmë dhe ta forcojmë. Pastaj, prej veprave tjera të mira të cilat neve duhet të edukohemi me to në Ramazan është sjellja jonë e mirë me njerëzit në përgjithësi. Allah i madhreshëm besimtarët i ka bërë vëllezër. Pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur në Medinë, hapin e parë që e ka bërë pas imigrimit të tij, i ka vllaznu ensarët edhe muhaxhir.
Edhe për ata Allah i madhreshëm ka thonë, innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. Dhe njëri tjetrin nuk kemi të drejtë ta shikojmë ndryshe, vetëm se me synin e vëllaut. Në këtë Ramazan, të përkujtojmë këtë ajet kuranor më shpesh. Ta përkujtojmë këtë urdhën hyjnor, se njëri tjetrin e kemi vëllezër. Dhe ashtu sikur ka thënë pejgamberi alayhis salam, nuk ka besu askush për jush, përderisa nuk ja doni vllaut juaj atë që ja doni vetes juaj. Prandaj këtë Ramazan të mundohemi që raportet tona në mes vetes si njerëz, si besimtar, të ri për të ri. Mundohet që të kemi pas ndonjë zank, ndonjë mosmarrveshje me njëri tjetrin, po të mundohemi që të shtrim dorën e pajtimit këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke na mësuar se kjo fe hyjnore na mëson që të sillemi mirë, jo vetëm me muslimanët, po edhe me njerëzit në përgjithësi. Kur e ka dërguar Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu në Yemen, prej këshillave madhore që ja ka dhënë, ke frikë Allahun, kudo që të jesh. Nëse ke bën një vepër jo të mirë, ktheu, pendohu dhe bë vepra të mira, se vepra e mirë fshin veprën e keqe. Edhe me njerëz sillu me moral të mirë. Prandaj kështu duhet jetë besimtari. Nuk i takon besimtarit me thonë, elhamdulillah, unë po agjeroj, unë po fal namaznate, po jap sadaka, edhe ballë kam. Jo, nuk e ki ballë. Jo se ki ballë, se ki obligim për Allahut të madhreshëm që edhe me njerëz më usill mirë. Që njerëzve më fol fjalë të mira. Wa qulu lin-nasi husna, ka thonë Allahu i madhreshëm. Njerëzve foluni fjalë të mira. Ky Ramazan ka ardhur me na pastru, me na mbrojt. Edhe nëse dikush, ka thonë pejgamberi alajhissalam, është për ju agjërushëm, vjen dikush e shon, e ofendon, apo edhe e godet, çka duhet me thonë? A duhet mu kacafyt me të? A duhet me thyt shamën me të shame? Jo, unë jam agjërushëm. Që kjo agjërimi jam, ka bo që une edhe nëse ka mundësi ty me to hakmer, edhe ka mundësi me ta kthy të njëjtë me atë që ke vepru ti, kjo agjërimi jam, po më fisni kran, po thotë jo, nalë. Zban. Pse? Kjo është devotshmëria. Kjo është ajo që Allahu xhallahu shanuhu po kërkon prej secilit prej neve. Ky Ramazan vëllazën ka ardhur që neve me na bë më bujor. E shëmbulltyrën më të mirë në bujari e kemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sigur që është transmetuar se pejgamberi alayhis salam ka qenë njeriu më bujor. Kurse kur ka hyrë Ramazani, bujaria e tij ka qenë edhe më e madhe. Është shtu. Prandaj këtë muaj të Ramazanit vëllazë, kemi njerëz, kemi vëllazëm, kemi familjar tonë, të cilët kanë nevojë me ashtri dorën e ndihmës tonë. Të mos bëhemi koprac. Ata të cilëve Allahu i madhreshëm u ka dhënë pasuni, e cilën prej cilës i ka privuar shumë tjerë, ta kujtojmë se kanë obligim ata të privojnë pasunin atyre që Allah i ka begatu me ta. Allah i madhreshëm Kur'an thot, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim bihim. Wa tuzakkihim biha. Merr ti prej pasunisë tyre, ka thonë Muhammedit alayhis salam. Pastrojmë ata edhe u ashto. Pastrojmë pasunin edhe u ashto. Që është këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit, të shtojmë dordhansin ton, bujarin ton, gjymertin ton. E Allah i madhreshëm përsëri në ajet tjetër në Kur'an ka thonë, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Në pasuninë e tyre kanë drejt, kanë hise, kanë hak. Ata të cilët lypin, edhe ata të cilët janë të privuar prej saj. Prandaj Islami na mëson vëllazën se pasuninë të cilën Allah i madhreshëm na e ka dhënë, nëse dëshirojmë të shtohet, duhet që t'japim. Nëse dëshirojmë që të shtohet, duhet që t'ua japim atyre që u takon. Me zekat, me sadaka, me ndihma tjera vullnetare, çfarë do qofshin ato, por të tregojmë bujarinë dhe gjymertin ton, të tregojmë solidaritetin ton, dhe në këtë të tregojmë se muslimanët me të vërtet janë vëllezër dhe nuk mendojnë për njëri tjetrin ndryshe,
vetëm se ashtu sikur që mendojnë për veten e tyre. Prandaj të nderuar vëllezër, këto disa mësime, disa porosie dhe disa këshilla që ky muaj i madhreshëm i Ramazanit po na jep. E ky Ramazan është një shkollë që duhet ne t'i marrim këto mësime edhe të jetësojmë jetën tonë të përditshme gjatë këtij muaji, por jo të ndalemi në Ramazan, por të vazhdojmë edhe mas Ramazanit me mësimet të cilat i kemi marrë këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Le të jetë ky muaj i madhreshëm i Ramazanit, muaj i cili ka më na afru tek Allahu xhalla shanuhu. Le të jetë ky muaj i madhreshëm i Ramazanit, muaj i cili ka mi fisnikru shpirtat tonë. Le të jetë ky muaj i madhreshëm i Ramazanit, muaj në të cilin do të ripërtrim marrëdhëniet tona familjare, dhe le të jetë ky muaj i madhreshëm i Ramazanit, muaj i cili ka më na eduku se si duhet të mos sill me njëri tjetrin. E lut Zotin e madhreshëm nëpërmjet emrave të tij të bukur, cilësive të larta, që të na mundsoj që të jemi prej atyre të cilët këtë muaj të bekuar të Ramazanit e kalojmë kënaqësinë e vërtetë Allahu xhalla shanuhu. Edhe përmes veprave të mira të cilat i bëjmë, arrijmë që të lartësohemi tek Allahu xhalla shanuhu dhe arrijmë të meritojmë mëshirën dhe faljen e të gjithë mëshirshmit dhe falmallësit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Të nderuar vëllezër, para se të përfundojmë, kemi një porosi për Këshillit Bashkisë Islame në Mitrovic për të gjithë ju. E dini se Këshilli Bashkisë Islame në Mitrovic funksionon në bazë të ndihmave t'juja. Po të mos jenë ndihma t'juja, sigurisht se ndoshta xhamit do të mbylleshin dhe nuk do të kishim këtë komoditet të cilin ne sot e kemi. Por në emër të Bashkisë Islame të Mitrovicës, të gjithëve një nga një, ju falenderojmë nga zemra për kontributet e juja të pandashme. Prandaj, në këtë muaj të mëshirës, në këtë muaj të bujarisë dhe solidaritetit, përsëri kërkojmë nga ju që të shtrini dorën e ndihmës për Bashkinë Islame. Pejgamberi Allahu i Madhëshëm në Kur'an na ka treguar se pasuria e robit shtohet kur ai jep. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba anbatat 7 sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Shembulli atyre të cilët japin në rrugën e Allahut është sikur se shembulli i një kokre të vetëm, prej cilës mbin 7 kallinj. Në secilin prej atyre 7 kallinjve janë nga 7 kokra tjera, kanë nga 100 kokra tjera. Allahu ja shton atij që dëshiron. Prandaj, lut Zotin e Madhreshëm që t'ju begatoj dhe të shtoj pasurinë e juaj për ndihmat që ju jepni në Bashkinë Islame. Dhënia e ndihmave në Bashkinë Islame nuk do të thotë se i keni dhënë hoxhallarë, po i keni dhënë lartësimit të fjalës së Allahu xhalla shan. Po duam me marr veç një shembull të shkurt për historisë islame. Osmani radhiyallahu anhu ka qenë një kohë krize. Osmani njihet si njeriu më i pasur në mesin e sahabëve. Dhe në një kohë krize, Osmani radhiyallahu anhu pasurinë që e ka bë, e ka marrë dhe ka dashur me udhën muslimanëve. Kanë ardhur disa tregtarë kanë thonë që po të jepim 10 fish, 20 fish më shumë se sa që është çmimi i tregut. Ka thonë jo. Ka thonë po të jepim 50 fishin e çmimi i tregut. Ka thonë jo. Ka thonë se kam një tregti më të mirë se sa tregtia juaj dhe mundësia që ju ma keni dhënë. E cila është ajo që i teki? Kur kërkush më shumë se na nuk mundet me dhënë, se na kemi monopolin e tregtisë në dorë. Ka thonë, ajo është Allah. E kam bën jetë të me bë tregti me Allahun. Edhe krejt pasuninë e tij u ka dhënë musliman. Prandaj vëllazëm, njerëz si Uthmani ka pas histori, edhe ka me pas gjithmonë. Por duhet me pas zemrat besimit, sikur që ka pas Uthmani, edhe njerëz të mirë dhe besimtarë të mirë në dhënien e tyre për Allahun xhallahu shan. Prandaj do të qesim postoqin edhe sot, kush ka mundësi me ndihmu, Zoti ju ndihmon, Zoti ju shpërbleft. Pastaj Allahu i Madhreshëm na ka urdhëruar me një urdhën. Ka filluar prej vetës së tij dhe ka vazhduar me melekët e tij dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtetë,
Allahu dhe melaiket e tij bin salavat mbi pejgamberin alayhis salam. Prandaj edhe ju besimtar, bini salavat dhe dërgoni selame pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush bën një herë salavat për mbi mua, Allah i madhreshëm ka më ra 10 herë me salavatin e tij mbi të salavat. Prandaj ti shpeshtojmë salavatet duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقيموا الصلاة. بونو في النماز. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.